Përshëndetje, miq të Tru Podcast, nga Shpend Gashe, mirë se erdhët. Më keni kërkuar, ore doktorin, një doktor e ausolla këtu, doktor Berishën, edhe pse nuk u bëha si lloj prerje nga PR-i i PD-s, se nuk e di, janë shumë të zënë duke u marrë me fushatën, nuk është çështje PR-i fushata. Më keni kërkuar dhe një doktor tjetër që unë e kam me vërtet xhan, e kam respektuar edhe pa e njohur, kam qenë një ndjekës i tij në luftën për të marrë Bashkinë e Tiranës, nuk e mora vesh sepse u tërhoq, i hapi rrugë kandidati tjetër, ndoshta për qytetari, ndoshta nuk e di domethënë, unë e flasi vet. Por edhe juve na më keni kërkuar, o gash, po merre njëri lir Ali Mehmetin, merre doktorin dhe ja ku e kemi doktorin. Doktor, mirë se na erdha. Faleminderit juve për ftesën. Kënaqësi. Na i kënaqet edhe pak. Faleminderit, i mirë këtu në shtëpinë tënde. I kënaqem edhe pak ta ndjekësit tan, që ndjekës pa fund, ke dashamir pa fund, më kanë kërkuar. I përshëndes. Shikoj, podcasti jon ka një problem, më thonjë za. I kemi edhe një intelektual që na ndjekin, nuk kemi vetëm këta që kanë shumë k, që vetëm shajnë. Okej, na shajnë se patronazhistët e Lalierit edhe të Ramsesit janë kudo, se marrin han sufllaqe paguajnë sufllaqe me ato lloj pune. Po kemi edhe njerëz që kanë integritet të bëjnë pyetje shumë të bukura. Dhe unë e kisha në plan absolutisht, se ne kemi një farë biçimësia apo dashamirësia reciproke kundrejt njëri tjetrit, po fakti që po më kërkonin, ishte imediate që të paktën në 10 ditorëshin e fundit fushatës, ku hapen sprinti final, duhet të isha dhe dua të jem edhe unë një shtys si milingona në rrugën tënde drejt suksesit. Pa kërkuar asnjë lloj gjëje mrapsht, thjesht për të pasur njerëz me integritet, sepse parlamenti jon ka përfunduar në derexhen që ka kërpërata, zengjine edhe lloj monstrash të tjerë politik që janë vetëm për hajgare, nuk kanë fare mendim politik. Dhe unë do ta nis me ty me një pyetje shumë thjeshtë. Ktheu pak në të majtën tënde, të lutem, dhe shikoj pak atë foton. Në 1921 ai parlamenti. Si e pretendon dhe si e parashikonti parlamentin e 2025-s? Më mirë se ky apo më beter se ky? Më mirë se ata që donin ta bënin kombin, vështirë që të kenë ndonjëri vizion. Unë mendoj që për të qenë një parlament më i mirë, parlamenti do zgjedhur direkt nga njerëzit. Pra unë jam besues i asaj që quhet demokracia drejt për drejt dhe i demokracisë nga poshtë lart. Dhe ky lloj sistemi që ne kemi, këtë e ka shumë të kufizuar. Pra ka një farë zgjedhje të drejt për drejt, po shumë pak në krahasim me çfarë do kisha unë dëshirë. Pra, unë do isha për mazhoritar, patjetër, apo nëse është proporcional për listën e hapur komplet. Pra, një nga këto dy variante. Si Kosova. Një nga këto dy variante, mendoj mazhoritari është më i miri, me një korrigjim proporcional kombëtar, kemi pas në përpara. Sistemin mix. Një sistem mix, po kryesisht i bazuar ke mazhoritari, pse? Sepse bën lidhjen direkte ndërmjet kandidatit dhe nëse fiton deputetit, direkt me njerëzit. Pa dallim këtu i majt i djathtë dhe me atë zonë, sepse ne sot e kësaj dite, shive pyetja që unë gjej në terren është kush është kandidati i zonës. Njerëzit këtë vazhdojnë pyesin. Kandidati i zonës, hajde shpjegoj atyre tash ti, që ky është për gjithë qarkun, që nga ky gjithë qarku do dalin apo do dalin 4, 5, 6 gjithsej, dhe hajde ta mbulosh si tash gjithë qarkun e Tiranës, që është gjysma e popullatës së Shqipërisë, me gjithsej 6 votuar direkt. Kur them 6 do të thotë që u fiton zgjedhjet, sepse do të thotë që ke marrë 18 deputet për qarkun e Tiranës dhe 6 nga këta futen nga lista e hapur. Do të thotë ekziston kjo mundësi në demokraci drejt për drejt, por këtu me këtë sistem është shumë e reduktuar. Pra në shifra shumë të vogla. Unë jam besues dhe mbështetës i kësaj lloji demokracie dhe për këtë mua lista hapur më duke gjëja korrekte dhe duke sikur kështu do bëhe kur që ai vendimi i gjykatës kushtetuese, i cili de facto hoqi hersin dhe hapi listën në fakt. Mirë po mbrapa u bë ajo reformë që u bë në korrik, mos gaboj datat.
Edhe gjykata kushtetuese u tërhoq nga i vendimi i parë, dhe tash ti tha jo ky shef se ky vendimi i dytë hedh poshtë parin. Them drejtën kam mbajtur qëndrimin tim që në korrik të 2024-s, kur kjo u vendos, dhe kam menduar që ka qenë një gabim. Mbyllja e listës me 33%. Ndoshta mund të kishte qenë një rrugë mesme, çdo subjekti politik t'i lejosh nga 0 deri në 33%. Pastaj fundit e vendos subjekti politik si duan ta qeveris forcën time politike. Dhe dikush mundon të 0, dikush mundon të 5, dikush 10, dikush 33. Pse? Se është e vërtet dhe një argument që përdoret të rasti, që ka disa njerëz që kanë shumë vlefshëm po të jenë brenda parlament, po mund mos janë aq elektoral sa që ta rrinë ty në direkt, aso kohë rregullohet me proporcionalin kombëtar. Tani rregullohet ndoshta me këtë listën e mbyllur, po ishte përqindje shumë e ulët. Se nëse ne vim 33%, atëherë pjesa tjetër është shumë e pak, që nga lista hapur. Sa ka marrë PD-ja në 2021-shin 15 deputet në Tiranë? Në 2021-shin po, PD-ja vetëm PD, po, bashkë me forcat aleate. Vetëm PD-ja. Sa sokoj LSI-ja ka qenë forcë më vete politike. Më ka marrë 15. 15 mandate në 2021. Llogaritë se ndër 36, atëherë ishin edhe 36 mandate total. 15-36 me 38-ën do të rritet edhe 15 që tjetë proporcioni drejt. 37. Pra. Në thelb 2/3 e listave është e mbyllur. Pse do thosh? Sepse 33 PD-ja, 33 PS-ja, ata janë garantë që do futen. Më shumë se aq. Do pun 66%. Po, de facto më shumë se aq, se ndonjë forcë politike e vogël do fusi diçka, kështu që kjo është do jetë më shumë se sa 2/3. Unë vazhdoj shkoj ke parimi. Ajo demokracia drejt për mua mund mos jetë perfektja, po për mua standardi më i mirë që ne kemi deri sot. Pra bën lidhjen direkte ndërmjet individit, ndërmjet bazës, njerëzve, komunitetit me kandidatin. Kur kjo nuk ndodh, është e vërtetë e kundërta. Pra dikush të vendos aty dhe me dikë ke disa detyrime dhe përgjegjësi apo jo. Pra normalisht për mua duhet ja kesh përgjegjësitë komunitetit dhe njerëzve, këtyre duhet të dish për faleminderit. Në të kundërt, siç e bëm neve nga 2008 e mbrapa, në fakt pastaj kjo është demokraci nga lart poshtë. Që do të thotë edhe faleminderit dhe detyrimet ja ke pjesës lart që të ka vendosur në pozicione fituese e me radhë. Tash duke qenë se unë personalisht nuk jam person që besoj ke dhuratat, po unë besoj ke puna, ke mundi, ke lodhja, ke një etapë. Jo, nuk jam ke ai format. Unë po bëj tani 29 vjet që punoj. Kam fillu, se jam emigrant i hershëm, unë jam i 97-ës, matur e 97-ës, më i 97-a ishte ashtu siç ishte. Unë vjen nga familje demokrate, ime më ishte deputet e Partisë Demokratike në atë periudhë, kështu që emigroj herët dhe që atëherë kam filluar të punoj dhe të jetoj me durët e mia dhe në këto momente unë nuk është se ndroj dot më tash mbas 3 dekadash dhe të them që jo tash unë besoj të ke dhuratat, unë besoj ke puna dhe ke mosdjegja e etapave, ka shkallë, ka procese. Dhe në këtë logjik këtu jemi në një listë të hapur, në një garë për qarkun më të madh të Shqipërisë që është qarku Tiranës, duke mos pas asnjë lloj perdeje me votuesin, duke thonë ky jam, ky është realiteti im, ky është ndjes, ky është le të themi e kaluara nga e cila unë vi, kjo është puna ime, kjo është familja ime, kjo është stresa ku unë përkas. Nëse ju e vlerësoni pa bërë premtime të çmendura si dëgjoj majtas së djathtas, nëse e vlerësoni dhe ma bëni hallallat votën, unë do mundohem t'ju përfaqësoj sa më mirë që t'jetë e mundur. Megjithatë, kujtoj që ligji është në nivel qarku, jo më nivel zone, sepse ka problem madhor këtu. Pra, neve nuk ndalemi më dot vetëm ke çështje të vogla të një zone caktuar, por do shkojmë në nivel absolutisht flihet vetëm makro. Dhe kjo shkëputje nga ballë nuk është e shëndetshme. Nuk është e shëndetshme. Do duhej që të kishte një fokusim më të madh. Një pjesë e madhe e deputetëve duhet të ishte më e fokusuar në zona më të kufizuara dhe patjetër ka dhe një pjesë që bën pjesën makro. Kam një pyetje, edhe si një djalë i ri që je edhe intelektual, mendoj se do më japësh një përgjigje shumë të sinqertë. Unë e di përgjigjen për veten time. E ke vënë re ti që më shumë ka frym jashtë se sa brenda strukturave të partisë? Unë do thoja që njerëzit janë 2 hapa para partisë. Jo vetëm frym.
por janë hapa para. Edhe në ato që është pritshmëria, edhe në ato që është, le të themi, si mund të arrihet aty, dhe të tregojnë dhe rrugët. Tregojnë dhe problematikën, tregojnë dhe zgjidhjen shpeshherë, se shpeshherë ne çalojmë ke zgjidhja, jemi taftë me gjatë problemet, por ke zgjidhjet diagnostifikim bëjmë. Mund të çalojmë ndoshta. Po, për mendimin tim po, njerëzit janë dy hapa para. Atëherë çfarë ka kjo lloj partie që nuk ngjiz nga brenda? Çfarë ka që nuk është ai sparkle, ai shkëndija? Unë them çfarë mund të përmirësohet. Unë ndoshta e përmenda pak më parë, po le të jemi sërish përfaqësimi i njerëzve. Demokracia duhet nga poshtë lart, jo nga lart poshtë, ose të paktën e kombinuar. Por nëse neve jemi vetëm me sy të lartë, nëse vjen një dhuratë, nëse vjen një ndihmë, nëse vjen një çengele me radhë, atëherë harrojmë pjesën poshtë dhe me njerëzit nuk qëndrojmë më. Me njerëzit duhet qëndrosh që të marrësh atë, le të themi, njohuri apo vizion të gjëra, apo pikpamje të gjërave. Po qëndrove, si do ta bësh? Është premtuar hapje. Po. Unë kam qenë një bashkëluftëtar në kohën kur partia ishte quhej rithemelimave. Shumë e vërtet. Unë jam shkputur fare nga partia në momentin që u bashkuan. Për t'i treguar një mesazh makro edhe Berishës, edhe gjithë njerëzve pas Berishës, që nuk ka marrë me bukë me vete, nuk ka marrë për të kapur njëri xhaketën, as nuk kërkoj dëmshpërblime për plaçk lufte. Luftova për ty sepse unë kam luftuar për veten time, për kauzën time. Që do të thotë, luftoj për pronat e mia të prishura, luftoj që s'ka ardhur asnjë PD-s në Fier. Thoshë shikoj se këto janë pronar, edhe nuk mund të trajtojnë pronarët, por kjo është çështje tjetër që do t'i vi dita për tu përballur. As nuk kam marrë për t'i servilosur njeriu për pos faktit që giotina e drejtësisë së re, po të binte mbi Berishën, si shëra pa akuzë, do binte edhe mbi mua dhe mbi ty, dhe unë këtë e kam frikë se jam lexues, nuk është se jam me të dëgjuar në audiobooks apo me legjenda urbane. Pra Robespierre krijoi giotinën, po giotina rambi mbi të parin rambi kokën e Robespierrit. Kështu që unë nuk kam parë fare hapje partia atje. Kam parë thjesht disa njerëz të cilët luftonin për interesa okulte me njëri tjetrin. Ne të dy dim klanet e Partisë Demokratike, kur flasim për Partinë Demokratike, unë nuk e fus fare si formacion politik PS-n, se PS-ja është njeriu shtet. Tani më është këtyre njeriu shtet, homo deusi, gjithë servilat zenxhineja që vend i lëpin shollën e kputucës dhe nuk han spageti po i han licën, si te Tomi dhe Xherri, kurse të neve ka një lloj në atë hipokrizin kolektive ka një lloj strukture partijake, gjithsesi ka ca check and balance edhe mes atyre klaneve të shëmtuara që kanë me njëri tjetrin. Problemi është këtu. Nuk e kanë kuptuar këta që nuk bëjnë mëmër vlla. Ore ka disa figura, ore ti je kontributor 30 vjet. Nuk bën mëmër. Unë jam shumë i bindur që Washingtonin po ta ngjallësh tash, e ti thuash hajde se do bësh president i Amerikës, amerikanët do thonë jo mërzotri se ka qenë 2 mandate, nuk na bën më për tretin. Si e shpjegon këtë? Është vogëlsi? Është mentalitet neokomunist në rastin më të mirë? Bolshevik që kemi këtë tonën? Apo frikë nga zullumi që është bërë ndër vite? Apo epshi i pushtetit që është nifet si epshi afrodiziaku më i madh është pushteti. Pra nuk e ndajnë dot seksualisht politikën nga vetja. Pra duan që të bëjnë seks me politikën për ditë. Po. Atëherë në radhë parë. Për sa i përket hapjes, ka qenë një nga premtimet e mëdha të rithemelimit. Unë jam afruar me Partinë Demokratike aktivisht, pra pjesë strukture në prill të vitit 2022. Pse se në mars 2022-shit, pra pandemia mbaroi. Dhe unë kisha mundësin tani t'i bashkohesha një forcë që ishte në vështirësi. Një opozite që po goditej nga të gjitha anët. Se në fund fare për mua opozita është aset kombëtar. Dhe në momentin që goditet një forcë politike që është opozit, dhe është Partia Demokratike, ku prindët e mi kanë qenë afër në vitet e vështira të 97-s, unë do i qëndroj afër në vitet e vështira tani. Dhe patjetër ishte momenti më i vështirë, se kur bëhet mirë pastaj afrohen shumë njerëz. Si afrohen? Jemi shumë të qartë që në ato momente kishte një frymë që do kishte një farhapje. Ky është realiteti. Unë vetë jam një prej tyre. Një prej tyre. Ja ku jam këtu dhe sot drejtoj Departamentin e Shtetësisë dhe shkruaj programin e shëndetësisë për qeverisjen e Partisë Demokratike. Ky është njëri element. Pra kishte një hapje po minimale, nuk që hapje e madhe. Nuk u ndje kjo hapje. Dhe kush që mekanizmi i hapjes nuk ishte i qartë.
heqim këtë pjesë. Pra ezaurum, jo se po lem një, po ezaurum si përgjigje. Vetë kuptohet. Për sa i përket pjesës dytë, pra si qysh tek, unë mendoj që rreth parë njeriu kur zgjohet mëngjes, bën një plan, ka një objektiv. Dhe në varësi të objektivit që vendos, fillon veprimet përkatëse. Pra dikush mund vendos të shkojë në punë, të punoj dhe do të thotë që do të çohet, do vishet, do rregullohet, do ushqet, do hajë mëngjes, do marrë makinën, do shkojë ke punë. Bëj këtë plan. Nëse ka vendosur të flej gjumë, patjetër, ndoshta hante mëngjes dhe shtrihet prapë. Pra veprimet vinë si rrjedhoj e vullnetit politik dhe objektivit që i ke vendos vetes. Dhe mbaret kush është ky vullnet politik. Nëse vullneti politik është ai për të fituar zgjedhjet dhe për të marrë pushtetin e vërtet, jo thjesht mbajmë këtë tavolinën sa kohë kemi ne dhe të qëndrojmë për të fituar dhe për të qeverisur vendin dhe për ta çuar drejt atyre politikave që ne duam të çojmë përpara, atëherë për shembull, nëse dihet ajo gjë që veten tënde ke vështirë ta gjykosh. Dy nga elementet që shpeshherë përdoren janë ose sondazhet, që shef me atë humorin e njerëzve, ose konsulent përkatës, cilët bëjnë vëzhgimin dhe studimin e tyre dhe vinë me atë raportin dhe me ato këshillat e tyre, që mund të jenë 1, 2, 3, mund të jenë funksionon dikush, 30 vjet ndoshta funksionon, 50 vjet ndoshta funksionon. Është e vështirë, po mund të ndodhi. Ne s'mund ta hedhim tokë që kjo është e pamundur. Po probabiliteti është shumë i vogël. Eksakt. Dhe dikush tjetër pastaj duhet ndrojnë brezat, lëvizin, një hap parë, ka njerëz me kontribute të mëdha. Por unë kujtoj që përveç kontributit, kur e një garë elektorale, ka edhe një produktivitet. Pra duhen idealisht i kesh të dyja. Kontribut maksimal, produktivitet maksimal, ideale kjo. Këto shumë pak veta e arrin, të themi të drejtën. Dhe në momentet e garës ne duhet kujtojmë objektivi vërtet kush është. Objektivi vërtet është fitosh zgjedhjet. Arjan pushtet. Dhe këto fitosh zgjedhjet do të thotë që të çosh atje kuajt e tuaj betejës më të mirë, ti japësh suportin maksimal, ti vendosësh që ata të punojnë në sinkron njëri me tjetrën dhe jo të kenë mendjen se çfarë po bën ky, çfarë po bën ky. Unë ju them juve në 2025 sot ky sistem kaq i mbrapsht zgjedhor që është miratu vitin e kaluar, ka bërë një realitet ku pse nuk po shef PD-n. Shikojnë të vetët. Po shefin brenda vetes. Po edhe neve po shikojnë brenda vetes. E njëjta gjë po ndodh ke PD-ja. Nuk di për forcat e vogla, pastaj ato mund të kenë probleme lloji tjetër. Parti person. Lloji tjetër ato, nuk e. Por kjo po ndodh. Kjo është duke ndodhur dhe kjo nuk është favorin ton. Kjo nuk është favorin ton, jo të Partisë Demokratike. Prandaj ne duhet të ishim qenë shumë sinergjik, duhet të kishim pas një objektiv tjetër dhe kuajt e betejës tonë edhe ti mbështesnim dhe ti venim sinkron. Dhe jo në një sistem ku de facto ne shohim më shumë anash se sa shohim përballë. Dhe unë mendoj që objektivin njerëzit e kuptojnë shumë lehtë, se janë shumë të qartë, unë i thash janë 2 hapa përpara. Njerëzit prap nuk besojnë dhurata, shkoni atyre, thoni që do ndodh kjo, nuk besojnë ata në dhurata. Thonë jo, sepse do të bëjnë analizën e tyre. Ndërkohë që ka njerëz dhe grupazhe që mendojnë që do flas dikush diçka dhe do vi dhurata, në këtë rast, dhe do ndodhin gjërat. Dakor? Unë ja them nuk besoj ke dhuratat, patjetër kur vjen dhurata është e mirë se pritur, edhe mbreti e pranon. Por dhurata nuk është norma e gjërave. Puna është norma e gjërave dhe bërja një plani dhe një plan veprimi për të arritur atë objektiv. Kjo është puna dur. Dhe në këtë aspekt unë mendoj që mund të kishim bërë shumë më mirë. Mund të kishim bërë shumë më mirë, edhe mund ta kishim edhe të respektuar statutin. Po. Sepse kujtoj procesin e primarëve, u bë kryesisht sepse ishte statuti i tillë për primarët, edhe pse ishte një proces i cili që në fillim gjallë të ndryshime do menaxhoj, u menaxhu deri diku, dakor? Mund kishte shkuar edhe shumë më keq, ju garantojnë. E mira s'ka fund, po dhe e keqja s'ka fund. Kështu që krijoi problematika dhe në shpjegimin e saj, por unë do thoja që neve do na bënte shumë mirë sikur forumet e vërteta të ishin ndjeshëm të vërtet të oksigjenuara që mund të flisin dhe të shoshisnin probleme. Dhe jo të bim dhe të themi çfarë do filani apo çfarë do fisteku. Nuk e di, a ka objektivi për mua duhet vazhdojë të mbetet rotacioni se është i domosdoshëm për Shqipërinë. Pa rotacionin, kjo Shqipëri është duke shkuar gjithmonë më keq. Ky duhet të jetë objektivi i madh. Unë mendoj se që në një demokraci të ngjizë brenda një partie, do t'i referohem një shprehje të Niccolo Machiavellit,
Një real, më thënë një njohësi apo një zbatuesi të real politikës, po që vetë nuk isha makiavelist. Konflikti sjell konsensusin, thoshte në shekullin e largët 15. Po ta përkthesh në kohët moderne, është debati sjell konsensus. Unë nuk mendoj se ka debat brenda partive demokratike dhe nuk mendoj se Partia Demokratike bën përjashtim nga ky rregull. Pse nuk ka debat? Sepse në qoftë se struktura do mblidheshin, shpend gashi, njëri jo elektoral. Kam qenë vetë, më ka thritur Berisha, në Kamës, e kam bërë kështu si lajt motiv këtë, se e kam parë me sytë e mia. Çohet një zotëri nderuar nga Bathorja dhe thot, llogaritë çikça eminencash kishte stafi dhe unë askushi, Mr. Nobody. Unë isha futur si figurant, le ta themi aty, djalë gjasme prurje re. Për posa ti djalit thaj, zotëria që së njof, s'kishe faj shkreti, s'kishe si të njifte. Këta tjerët edhe Obama mi drejtu tha një hapin votën, i tha Berishës, se kam gjumë me këta vesh vlla. Po flasim që sot është sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, një nga personazhet që ishte aty. Një nga emblemat e besnik Berishës, që është e vërteta. Pra, ti mund të kesh njerëz besnikore, nesër pas nesër unë mund të kem ty njeriu tim besnik apo ti mua njeriu tënd besnik në politikë. Sepse do ndajmë interesa bashkë, shumë e thjeshtë, do të më thënë qytetarëve që politika në thelb të ditës dhe në fund të ditës është çështje interesash. Nuk është çështje vetëm dashuria. Dashuria është plus, ti je patriot është plus. Po çështje interesash. Me sa palmën kjo parti vetë me njerëzit më pak konsumuar që i largon edhe atë zonën ngri apo atë demokratin e pak kënaqur ose ka 12 vjet në mjerim shpirtëror, intelektual, ekonomik. Si? Pra, më thuash më është kon fjerë, për këtë punojnë fjerë. Fjerë është qarku më i vështirë për Partinë Demokratike. Jo për arsyet të forcës Partisë Socialiste, për degenerimin që është bërë ndër vite strukturave të Partisë Demokratike. Njerëz që kanë kthyer si SHPK me një pronar. Vetëm vidh, vetëm futu, vetëm kapë atë, merr ato 3-4 mandate, vetëm Kolulldashi ndjerë nxori 7-7, se punoi si kafsh. Kam parë vetë atë të ndjerin çfarë bonte në qytet, shtëpi, fshat më fshat, stopishin nga rakia ime i thoshin Ramet Liut. Direkt apo ne, do vi të shtëpia, do tulem aty nod. Ai sa kishte i priste një pulë, diçka i takonte njerëzit. E nuk u bënte premtime, do bëj urën kur s'ka lum. Unë jam zëri demokratëve të pakënaqur. Ditë për ditë në vi mesazhe. Ora ç'ne me këta. Por si dum. Po çfarë formule kapriçoze është kjo? Do fusi lirin poshtë që të mbledhë vota për të siguruar mandatin aty të sigurt të lartë. O të ti bën vakiqe për një vot shpendi, se ti e ke llogaritur firën, se nuk je politikan i ri, në thelb, domethënë naiv. Ti e di se në çfarë lloj biznesi, se dhe politika është ka një lloj delte gabimi, ka cafiro. Ajo një vot. Jo gjithmonë vetëm firo, mund të jetë edhe vjet. Edhe plus. Edhe plus, po. Se fira është vetëm minus, po ka dhe plus. Po gaboj. Ka koeficient, ka koeficient, plus minus. Po, plus minus. Për një vot, ti nuk del ai del. Po, tashtim këtu kishte disa koncepte, nëse unë diçka ka përcej, të lutem ma ashtu. Ma rikujto. Unë mendoj që në rreth parë leadershipi vjen me shembull. Po. Pra, nëse don të shkosh diku, duhet t'japësh shembull. Po. Dhe nëse Partia Demokratike dëshiron të fitojë zgjedhje dhe të thotë që vota vlen dhe vota është e vlefshme për ne dhe ajo tregon atë që duhet qeveris si person apo si grupazh, atëherë kjo duhet funksionojë rreth parë brenda shtëpisë. Që pastaj ti tregosh ti pallatit, ti tregosh lagjes, ti tregosh qytetit, e me radhë. Fillon ka e vogla. Po. Dhe ne nuk kemi dhënë shembuj të mirë, jo se nuk kemi dhënë shembuj, po jo të mirë, jo të sakt, jo ashtu siç duhet. Dhe ju a thash dhe një herë, sot njerëzit janë shumë qartë, janë dy hapa para. Bëjnë shumë lehtë llogarit 1 dhe 1 bëjnë 2. Dhe ka një problem, më mirë mos i premto diçka dikujt, se sa t'ja premtosh dhe pastaj t'ja heqësh. Është më e ndershme mos ta bësh fare.
është shumë e ndershme që direkt thosh ne kemi bë për llogaritjet tona, kemi bërë një plan veprimi, kemi menduar që kështu do shkojmë. Dhe patjetër, privilegji i vendimarrësve është ky, njëkohësisht dhe përgjegjësi nëse nuk shkon mirë apo jo. Dhe jo të mundohesh që të shkosh me një proces që të mundohesh që nëse ndodh jo mirë, atëherë të mos të mbash shumë përgjegjësi ose të kesh kur ta shpërndash me një këshill kolegjal, me ndonjë grupazh, antarësia, çfarë dush. Unë mendoj që leadershipi ka pikërisht shembull. Do të japi shembull dhe duhet marrë dhe përgjegjësi. Për këtë është lider. Dikush është lider dhe dikush ka leadership, momentin që thotë dhe përgjegjësi. Kështu e kam vendosur, është privilegji im, po kam dhe përgjegjësitë e mia. Dhe duart trokitet patjetër dhe bravo i qoftë nëse shkon fitore, dhe patjetër nëse nuk shkon, ka diskutimet e veta, përgjegjësitë, analiza dhe me radhë se mund ndodhin dhe gjëra që janë jashtë dorës në fakt leadershipit, mund ndodhin fakte të paparashikueshme. Por momentin që ka një perceptim të qartë publik, ke përgatitur opinionin publik për diçka, dhe pastaj i jep diçka tjetër, problemi është që kjo lloj ndjenje, ky lloj emocioni përkthehet në votë dhe në mbështetje. Ne i quajmë, po i vëmë një emër të përgjithshëm, po i quajmë frym. Dakor? Dhe kjo ka një faturë me vete. Pra kjo mund të të çojë lart, po mund të të zbresi poshtë. Prandaj do një menaxhim të mirë kjo situatë. Dhe për mua mbetet gjithmonë indikatori kryesor mbetet njerëzit. Pyet njerëzit çfarë duan. Se në fund fare ata do votojnë, ata do zgjedhin, ata do të mbështesin. Fund fare opinioni i tyre është ai që vlen. Gjithë tjerat mbin poshtë. Mund të kesh menduar gjën më të mirë të mundshme, po për çfarë të emocionit që ti ngjall tek njerëzit, kjo nuk hecen. Kjo është arsyeja pse jo vetëm ne krijojmë një program, dhe pse nuk votojmë programet neve. Pse votojmë njerëzit neve? Se po të kishte qenë se programi është baza dhe kyçi, do kishim marrë 2 libra, si këto shumë librat që kemi këtu, do kishim thënë cilin nga këto 2 libra preferon ti? Do thosh këtë. Okej, këtë librin këtu e zbatojnë këta njerëz. Po, kjo është çështje. Duhet me bë programe tash në 2029, duhet me bë me video. Kjo është tjetër lloj plage, ndërkohë që ne kemi njerëzit, pse? Sepse besueshmëria është kyçja. E para është besimi, është emocioni që ngjall një njeri tek një tjetër. Më pas patjetër ne bëjmë dhe një analizë. Ka këtë, ka dhe këtë kontribut, këtu e përfaqëson 1, 2, 3 me radhë, të e në analiza. Por radhë parë kur shef njëherë ke një emocion caktum. Mund të pëlqej shumë, mund mos pëlqej shumë, e me radhë. Emocioni është kyç ke vota. Dhe ditë e fundit që kemi hyrë neve, emocioni është kyç ke vota. Dikush ka një emocion caktum, çoj fakte, çoj argumenta, jepi çfarë dush. Ore duan thot. E dua. Ose nga kraudi. Ore mund të ketë dhe frikë. Për shembull, një tjetër lloj emocioni është frika. Po. Një tjetër lloj emocioni është poshtrimi. Po. Një lloj emocioni tjetër është shpresa. Po këto han krah, poshtrimi dhe frika han nga krahu i Ramsesit. Një lloj, po patjetër. Shpresa është gjithmonë kjo opozita. Kjo opozita. Ky është frika dhe merri që. Jo, 3 emocionet që mendoj unë udhëheqin gjithë geopolitikën janë frika, poshtrimi dhe shpresa. Varësisht se çfarë nga këto mbizotron, atëherë shkon një situatë për mirë apo për keq. Në Shqipëri mbizotron frika dhe poshtrimi. Kjo është arsye pse njerëzit ikin. Nuk ikin njerëzit nga i vend nëse mbizotron shpresa. Ikin se mbizotron frika dhe poshtrimi. Një nga format e poshtrimit është mos i japësh dikujt atë për cilën ai vlen. Mos t'i japësh mundësinë, mund të ketë zotësinë, po pa mundësinë nuk ka se ç'bën. Dhe kjo është një formë. Shpresa kush është? Është pikërisht e kundërta. Të vlerëson si aft, ose thotore fundi se kemi provu, se mund dalë dhe i pa aft. Po ta provojmë njërë. Po duhet më japësh historik. Pra, këtë rrugë këtu, unë e di ku shkon, e di fundin dhe përfundimin e saj. Kam të një rrugë të re, si me mjegull, nuk jam i qartë, po këtë e di. Atëherë të futem njërë ta provojmë, mund dali kjo keq, po mund dali dhe mirë, e ka një mundësi. Kështu që këto, se po e bëjmë shumë filozofike se ç'duhet, këto për mua kanë vetëm një parim. Më thuaj kush është objektivi. Dhe ne këtë e përdorim edhe në mjekësi, e përdorim dhe në shkenca mjekësore dhe në kërkimin shkencor, dhe themi, më thuaj çfarë rezultati do, dhe ne do prodhojmë një metodë shkencore të tillë që ky ekuacion do shkoj te ky rezultat këtu. Pra, objektivi është kyç. Nëse ne përkërkojmë një ilaç për të shpëtuar jetë, ne do prodhojmë një metodologji të caktuar për ta gjetur atë ilaç. Dhe herët avon do ta gjejmë atë ilaç. Nëse ne kërkojmë një ilaç të kundërt për të vrarë jetë,
Ne do prodhojmë metodologji dhe kemi për ta provu derisa ta gjejmë këtë medikament. Këtë kimikat caktuar. Po se janë bërë eksperimente. Dhe janë shumë të qarta. Prandaj jemi shumë ne duhet diskutojmë kush është objektivi. Pra cili është objektivi? Një forcë politike ka një objektiv të caktuar. Kur je opozitë dhe forca para opozitare, patjetër është pushteti. Ky duhet jetë objektivi. Di çfarë më është uleritës. Fakti që po flasim për një mandat 4 të Ramës. Më duket o doktor sikur jemi në pavionin e psikiatrisë, por nga dy psikiatria e rënd fare që edhe doktorët janë të smurë. Do më lejosh një sekondë këtu. Ne nuk është se jemi thjesht duke diskutuar do marrë apo s'do marrë dot mandatin e 4. Patjetër ne jemi këtu, kemi edhe ditë akoma që bëjmë luftën tonë deri në fund. Nuk është dorëzu kush. Mos prisni. Njerëzit ju thashë 2 hapa para, ka edhe një urrëtie të madhe për çka ka bërë Rama gjithë këto vite. Do të flasim pjesën e fundit. Do ta shohim kuantifikimin. Okej, meqense do flasim. Por kujtojmë gjithashtu që nuk erdhi thjesht kjo hallk. Një nga hallkat dhe gabimet e mëdha ishte dorëzimi i pushtetit. Po. Ja, është vetvrasje ma ka thënë Damian Gjiknuri mua. Jo, ajo. Neve po përfitojmë tha nga budallakina që bëri PD-ja. Atëherë, unë rrallë herbi dakord me një eksponent Partisë Socialiste. Po ka pas drejtë atë. Këtu kjo ka qenë vetvrasje politike. Unë aso kohë kam qenë votues i Partisë Demokratike, nuk kam qenë pjesë strukture dhe unë kam thënë po ai që votova unë nuk është më në parlament. Si është e mundur kjo? E para. E dyta, s'mu dha mundësia fare në 2019 votoja për pushtetin vendor. S'pata fare mundësi. Një fishek, ta shprazat bishek. Po letë po tregojmë që ne jemi kaq. Ta masim veten tonë. Dhe si do pretendoj që ti të fitosh pushtetin kur s'ka asnjë bashki. Dhe në 2021 kishte shumë frym, mendoi se do arrijë rrotës, po s'ka asnjë bashki. Dhe duhet jemi shumë të qartë. Pra, themelet mungonin. Si do ngresh katën e dytë pa bërë themelet. Pra, kjo është një proces doli nga sistemi Partia Demokratike me një gabim shumë të madh dhe është proces hyrja në sistem. Prandaj nuk është thjesht çështje diskutosh mandatin e 4, po unë e quaj para daljes nga sistemi dhe pas daljes nga sistemi, sepse kjo është epokë, kjo ndan 2 epoka. Kur ishe në sistem dhe mbasi dole dhe tash ti kërkon të hysh, është proces në vete kjo. Pra ne zerrum praktikisht çdo kontribut politik deri në atë moment dhe janë rinisim nga fillimi. Kjo ka të bëjë me atë dhuratën që ti përmende pak në fillim bisedës. Ka njerëz që presin dhurata, ka njerëz që punojnë për ta krijuar vetë dhuratën. Lidershipi i asaj kohe të Partisë Demokratike, llogaritur Lul Basha dhe Sali Berisha, tani janë në antagonizëm total me njëri tjetrin, janë duke pasur njëri tjetrin, jo donte me djeg ai, jo donte me djeg ky tjetri. Ka menduar të dhurata. Pra, ne po ndjegim, po bëjmë një harakiri politik, po do vinë Amerikanët dhe Komisioni Venecës. Jo, nuk jam dakord. Që do na shpëtojë. Jo, nuk jam dakord. Nuk jam dakord sepse unë atëherë kam qenë shumë i kujdesshëm duke ndjekur këtë zhvillimet dhe unë e di që ata ishin kundra. Faktori ndërkombëtar ishte kundër. Faktori ndërkombëtar u shpreh kundër. Atëherë nëse ka qenë faktori ndërkombëtar i lirë, është akoma më e tmerrshme. Atëherë dhurata nga do vinte. Atëherë pas ka qenë pagesë nga brenda, vrasës me pagesë. Nuk di ta bëj analizën e thellë sepse aso kohë nuk kam qenë. Aty kam qenë thjesht votues dhe ndjekës. Po ti e ke integritetin dhe inteligjencën. Siç kemi sot njerëz që ndoshta na ndjekin neve. Për të bërë një analizë apo? Po, eksakt. Po aso kohë un kam një parim të këtij tipit. Nëse këshillohesh dhe duhet të shkoj dhe mendje, duhet është shiqare që nuk mund t'japësh ti gjërat që ke fituar dhe ti dhurosh se je ti dhuruesi. Rreth parë ne dhurum mandatet. Po. Dakor? Më pas dhurum krejt pushtetin vendor. E morën mendoni juve tash sikur e zëm. Partia Socialiste nesër tërhiqet. Thot nuk hym neve në zgjedhje, çfarë do bëjmë? Do qajmë me lot? Do themi ju e dini. Procesi është aty. S'e di pse s'erdhët me votu. U votu. Fitum ne. Del shpendi, del faleminderit, hapet në një parti. Faleminderit. Shpresoj të bëjmë më të mirën. Çfarë do bëj kundërshtari politik kur ti të rriqesh? Faleminderit thot. Nuk e kuptoj, por patjetër kjo është dhuratë që i bëm neve atyre. Po. Dakor?
Çfarë dhurate pritshim ne? Ne ishim dhuruesit, nuk ishim marrësit e dhuratës. Okej, ti po e shikon këndvështrimin tjetër. Domethënë neve ishim në stadin që po bënim dhurata, nuk po prisnim dhurata. 2019-ën pa bërë asnjë lloj investimi, pa dhënë asnjë lloj premtimi, pa marrë asnjë lloj angazhimi, pa harxhuar asgjë, ato morën të gjitha bashkitë e vendit. Dhe e dim neve sa vujtëm 2023-shën për me marrë ato 6-7 bashki që morëm. Unë u preka kur u fitua me Malien, se është një kështu shumë bashki e madhe, është e fuqishme shumë. Dakord. Po patjetër ato 6 bashkia, ato u lodhën dhe dolën dhe fitues. Dhan kontribut dhe unë i falenderoj për këtë. Por e shihni se çfarë vështirësie është të kthesh tek numrat ku ishe dhe të krijosh bazën që duhet të kesh. Sepse që të bësh një hedhje, nuk duhet të kesh thjesht fuqinë, por duhet të kesh dhe i vend ku të vendosësh këmbën, duhet të kesh solide kjo. Që ti të arrish të kërcesh. Pra, neve kjo na mungonte. Pra ai footstepi që i quhen footholdi që i quhen amerikanë. Duhet të kesh një vend ku ti të kapësh. Dhe ky është pushteti vendor. Dhe të pretendosh të marrësh pushtetin qendror pa pas asgjë nga pushteti vendor, po 0-0-0, 0. Me të thënë drejtën kemi bërë rezultat impresionant 2021-shën sipas mendimit tim, pa pas asgjë. Për mua në 2021-shën Partia Demokratike ishte fituese në kutia. Nuk e di se çka ka ndodhur. Ajo është çështja. Atëherë, për ato mund të flasim nëse dush, aty është raporti ose BOD-rit. Në fund fare aty në 21-shën është thënë ajo fjala parti shtet dhe me fjalën parti shtet u mbyll çdo diskutim tjetër, nuk ka tu fjalë mbi çfarë ndodhi. 4 vjet të tjera. Vazhdoi sepse ne këtë kemi këtë problemin pastaj këtë diskutimin që kemi, se këtu arbitri ndërkombëtar jo vetëm që nuk qas njanjës, jo vetëm që s'bëri punën e vet, po ishte qartësisht bëj ç'të duash sepse unë i kam syt mbyllur dhe unë do të certifikoj çdo gjë. Pra po shkruaj këtu unë, parti shtet, përdorim administrate, parash, drogë, përgjime, po i shkruaj gjitha unë këto, të jetë tu në letër, po de facto vazhdote. Dhe është realitet që dosjet e krimeve elektorale 2021-shit marrun erdhën zgjedhjet 2025, ato janë etu ende. Pra kur e duam në drejtësinë, duam mbasi të ketë marrë vlera, është njësoj si mjekut, do të vim as i ka ndruar jetë paciente. Ç'm duhet më tash? Jo po shumë i mirë kemi investuar, ne ç'm duhet. Në këtë moment kjo është e panevojshme. Pra duhet moment në dur të jetë efektiv. Në mënyrë që të parandaloj, aq sa mundet të parandaloj dhe të japi rol model që të mos të ripërsëritet kjo nga ai tjetri që vjen mbrapa. Ky është realiteti i 21-shit dhe bëm rezultate impresionante, unë po e them edhe një herë, bëm një rezultat impresionant duke marrë parasysh kushtet që ne kishim. Për numër votash, se pastaj formula elektorale na penalizoi siç na ka penalizuar të paktën 3 legislaturat. Formula elektorale ishte një formulë, vazhdoj mendoj që 2005-ën kemi pas në formulë elektorale të dur, dhe nga ai moment e mbrapa neve kalum ke ky proporcionali rajonal. Proporcional rajonal me listat mbyllura, që ka 2 formula. Donte dhe se një klak moderuar që varet se si aty janë 4, po 2 përdoren. Edhe ta shpjegojmë këtë ndoshta ka vlerë kjo me shpjegu. Proporcionali nuk është favor të Partisë Demokratike. Po. Është favor të Partisë Socialiste. Pse? Sepse votohet partia. Po. Dhe individi nuk merr vlerë. Në Partinë Socialiste individi nuk ka vlerë. Po. Është Parti Socialiste, nuk ka nevojë shishe peniciline e quajmë veten gjithë ata, s'ka rëndësi. Në hiq një vej një nuk ka problem. Shishe peniciline sa e bukur kjo e. Sa e bukur kjo. Kthehemi ke PD-ja. Peniciline. PD-ja vlerëson individin. Po i pëlqeu individi, e mbështesin shumë fort. Po si pëlqeu demokratë janë ata, nuk e mbështesin aq fort. Neve kemi rëndësi kur është mazhoritar, dhe mazhoritar ju përmendos fjerën, unë përmend Durrësin. E fitu me 0. Dakord? Komplet Durrësi dolën vetëm deputet Partisë Demokratike në mazhoritar. Po ky Durrës që duket kaq i vështirë, sot që flasim neve me proporcional, apo jo. Ja, këto janë realitetet. Kështu funksionojmë ne. Dhe kur shkon në rajonal proporcional, ka dhe i problem dytë. Vota, që për mua është thelpsor, unë jam ke parimet bazë drejt të zgjedhjes dhe të barazi. Nëse ne jemi të gjithë barabartë në votë, nuk ka arsye pse nga Tirana një mandat deputeti është 12.000 apo 13.000 vota dhe diku një qark tjetër, se është faja atyre që jetojnë atë qark, po atyre që kanë bërë llogarit, del deputet me 7.000 apo 8.000 vota. Do të thotë që vlera i një qytetari të Tiranës, një qytetar i gjysmë vlen sa një qytetar ke ky qarku tjetër. Atëherë s'ka ka barabartë vota. Po s'është e barabartë. Dakor? Atëherë bëj kombëtar pastaj që të jetë e barabartë. Që një zgjidhje. Me kombëtar humbasin shumë atje.
Se e di çka ka kombëtarja, se unë vi nga shkencat politike. Unë jam për mazhoritaren, se t'jemi të qartë. Unë jam vetëm për mazhoritar, as proporcionalin mix nuk e du, sepse ata proporcional mix janë kryetarokrat. Ata vetëm prishin punë. Vendos shpendin i liri kryetare për të bërë një lloj balancimi kënej, se votohet partia, po unë s'kam identitet. Unë jam i djathtë sepse unë kam individin para kolektives. Pra unë mendoj si djathtë, ti si djathtë mendon që një shoqëri e fortë vjen si pasojë e individit fort. Absolutisht. Njerëzit majtet mendojnë që shoqëria e fortë është edhe një amalgam njerëzisht pa aftë, se rregullojnë njëra tjetrën, por rregulli ligjit të natyrës na e thot Newtoni është molla e kalbër e prish mollën e mirë. Kështu e di unë pagën. Ndoshta këta kanë atë penicilinën tjetër që ajo e mira e shëron të keqen, po unë deri tani nuk e kam ndodh. Nuk e kam parë të ndodhi. Neve duhet marrim parasysh çfarë i bën mirë një shoqërie. Nuk është thjesht vetëm si mund të fitojë një forcë politike të caktuar. Një shoqëri funksionon nëse ka një dialog siç duhet, nuk po them që do bin dakord, dhe do hajnë drekat dhe darkat bashkë, por edhe mund t'i hajnë. Por jo në kurriz të njerëzve. Ketë një dialog ndërmjet pozitës dhe opozitës, të rregulluar nga ligji dhe kushtetuta. Pse? Se çdo shtet i botës ka një formë qeverisë. Çdo që e kanë. Monarki, republikë, që rëndësi ka, diktaturë qoftë, ka një qeveri. Që ta qush vend demokratik, duhet të ketë një opozit. Dhe kjo opozit i garantohen drejtat me ligj dhe kushtetutë. Nëse ti se bën këtë, këtu kemi hallë se këtu jemi në Shqipëri. Shqipëri, opozitës ju shkelën drejtat dhe kushtetuta. Dakor, të thotë, vendoste Rama kush është opozita. Atëherë ku jemi ne këtu? Ne u rikthym një kohë tjetër, atë që zuma sta përmendim. Dhe u rikthym fatkeqësisht me bekimin e ndërkombëtarëve, që e shifshin fare mirë këtë. Neve pozitë dhe opozitë kemi të përcaktuar me kush janë me numra. Pastaj si kanë dalë këto numrat është tjetër çështje rëndësi. Nëse ne na rikthehet debati parlamentar, ne kemi një përfitim si shoqëri. Dhe debati parlamentar rikthehet nëse njerëzit zgjidhen, deputetët zgjidhen nga njerëzit. Nëse nuk zgjidhen nga njerëzit, atëherë nuk ka debat. Ka debat ndërmjet kryesish. Dakor? Një kryesi me tjetër kryesi, po nga deputetët. Boll t'i kujtojmë ne, të pyesim sot, të pyesim njerëzit. Sa deputet keni gjuar duke fol? Vallai unë 5 veta kam gjuar. Dhe nëse keni gjuar, hajde të them, mund mos t'i keni gjuar. Sa njihni? Nga 140 vet. Vallai merri cop letër dhe shkruaj emra. 20 unë që merrem me politik. Unë nuk di asnjë emër ministri përpos të brendshmit. Ervin Hoxhës. Dhe këto janë halle. Jo, ne kemi edhe një problem tjetër, për shembull. Dhe 20 veta nga PD-ja, ne na duhet edhe me hap Google-in kur shohim në një ministër që emërohet. Ta vëmë çik Google kush që kjo ministër e rreshnetësisë, na ndodhi neve me ministrin e fundit. Ta shohim çik. Si përfundim kush ishte? Po vinte nga administrata publike. Vinte nga administrata. Kemi pas dhe më keq, nëse kemi pas drejtor spitali me vegël frymore që kishte mbaruar. Drejtonte fagot. Që sot e mos gaboj klarinet. Klarinet. Bravo. Para ditë drejtor spitali, pas ditë DJ Dasma. Dhe ishte drejtor gjatë periudhës pandemisë. U menaxhu kriza në këtë lloj mënyre. Tashti unë mendoj që ekonomisti do të bëj punë ekonomistit, juristi do të bëj punë juristit, mjeku do të bëj punë mjekut e me radhë. Nëse mjeku fillo bëhet ekonomist, ekonomisti bëhet jurist, juristi do më bë mjek e me radhë, këtu shoqëria nuk funksionon. Ore mund të ndodhi që ndonjëri të jetë as dhe i merr vesh gjitha. Euridit. Unë personalisht nuk marr vesh nga gjeologjia, tërhiqem. Një gjeolog vjen aty thot këtu do gërmohet apo jo, e din ai. Është pik minus kjo doktor, se këtu në Shqipëri ka dalë moda e gjithologëve. Të lutem duhet të jesh edhe ti gjitholog që të çash para ne. Fatmirësisht nuk e kam këtë pretendim. Nuk e ke fatkeqësisht, për mua dhe për ty. Nuk e kam. Çe ka një mangësi. Një mangësi. Le ta kemi. Le ta kemi. Nuk kap se të jemi perfekt në gjithçka. Për mua ka një interes të madh që të rikthejmë një debat produktiv në parlament. Pastaj patjetër brenda forcës time politike duam ne të fitojmë pushtetin, se jam i bindur që ne mund të qeverisim më mirë dhe kemi dhënë prova që mund ta bëjmë këtë më mirë, por në radh par kjo, se shoqëria më mirë se ky doktor mund ta bëjë çdo kush. Po kjo edhe ti do më na krijoj një qeveri tash në ato natë se është qeveri në emergjencë, të betohet shpengazhit zotohen para gjithë publikut shqiptar që edhe neve bëjmë më mirë se ky. Që s'kemi fare eksperiencë shtetërore, bushtetase, se është gjë tjetër, është nivel tjetër që do të kesh vizion akoma më të madh në makro.
Më mirë se Edi Rama mund ta bëjë 1 milingon. Edhe Kali Neronit mund ta bëjë më mirë se sa Rama. Nuk është më standard. Tu jemi shumë të qartë. Jemi shumë të qartë, siç ishim shumë të qartë për Erion Velia në Bashkinë e Tiranës, jemi shumë të qartë për Edi Ramën aty. Kujtoj edhe një element të rëndësishëm, meqense jemi këtu, që çdo kush duket i fortë deri 10 minuta para se të bjerë. Edhe këto duhet ta kemi shumë qartë parasysh, se na duken disa njerëz si zotin tokë. Ashtu ishte Erion Velia, sa që thoshën ne për burg, po ti idiot me ka lek pafund, po. Ti marr me radhën. Zoti Tahiri, zotin tokë, zoti Beqa, zotin tokë, zoti Ahmetaj, zoti Veliaj, me radhë, për gentilesi kanë vënë fjalën zoti përpara. Dhe pastaj kemi Edi Ramën. Sot dhe ky kështu do ta shesi veten. Shihni edhe slogani se ka, nuk e ka më Partia Socialiste. Me Edin. Është në krah. PS është në krah me Edin. Kulti i individit. Është njeriu parti më, është partia e njeriu. Rikthehemi pra ke ato mendime diktatoriale që kemi pas përpara, ka vujt ky shtet këtu diktaturën, me veprime dhe mos veprime të etërve, gjyshërve me radhë tanë. Na sollën këtë Shqipëri që kemi neve, 50 vjet na e mbajt, 45 vjet na e mbajt në atë lloj gjendje, me veprime dhe mos veprime. Ky është e vërtetë. Dhe tash të rinj nuk i kanë ndonjë faj, sepse shpesh herë ngjoj këto breza që thonë të rinj nuk aktivizojnë. Jo, të edhe të rinj tash. Të rinj nuk aktivizohen të rinj, pse se bëjnë të rinj, pra ne këtej në momentin që ka dy zgjedhje, një person ka të drejtën e vet të marrë vendimet e veta dhe mund të thotë, jo, ju keni pas kohën tuaj. Morët vendimet e gabuara ndoshta, ose s'pat do të mundësi të merrni s'ju lan qëndruat, ka njerëz që janë pushkatuar për parimet e tyre. Po. Dakor, kanë qëndruar fort. Ndoshta s'kan pas forcën e mjaftueshme dhe mbështetjen e mjaftueshme. Po ama ato dhanë dhe jetën për atë gjë. Nuk ja dolën dot, kjo është çështje pastaj historike, por bën veprimin e tyre. Unë do të thoj që qofse ke një gur në dorë, një gur të vogël, po ti gjuaj një, atë ke në dorë. Ndoshta po gjuajmë gjithë nga një gur, ne bëjmë një breshëri shumë të madhe dhe e hedhim poshtë. Po nëse shkon me parimin, duhet ta bëjmë vetëm të rinjt. Po pse unë babai i tyre nuk e bëjnë rreth parë në familjen time, përgjegjësinë e kam unë i parë. Më pas e ka brezi poshtë. Ai do gjej ato çka ne do punojmë. Dhe ti kërkojmë ne që gjithë zullumet tona do t'i rregulloj dikur ai me magji, nuk ndodh ashtu. Nuk ndodh ashtu. Ne do ta bëjmë zot dhe t'i japim mundësi. Patjetër, ka dhe një proces. Nuk ka për të ndodhur me shkop magjik dhe kjo. Kështu që në këtë aspektu unë kisha mendimin që në radh parë neve duhet të largohemi nga dialog, kemi parë një herë, kemi rrëshqitur një herë aty. Diktaturat janë format më të këqija të regjimeve dhe ne tashmë jemi të qartë. Ne demokracitë kemi vendosur. Ne kemi vendosur një vizion perëndimor. E kemi vendosur si popull dhe duam ne të shkojmë, jam i bindur nëse po dalim sot bëjmë një sondazh, a është mentalitet pro-perëndimor apo jo? Ne jemi pro-perëndimor. 102%. Jemi populli më pro-amerikan që ekziston në të gjithë këtë ankth të botës. Si ka mund të japë një pyetje këtu? Më fal ose. Jo, ndjes, po për karshik këtij sentimenti, për karshik kësaj ndjesie të madhe publike, në vend që ne të shkojmë drejt procesit Berlinit, siç na e kanë përcaktuar ata rrugën, ne shkojmë krijojmë Ballkan e hapur. Si ka mundësi pra, që ne jemi kaq po na fut qor sokak. Jemi kaq pro-amerikan dhe mos kemi as edhe një lloj njohurie bazike për sistemin qeverisës amerikan. Po. Se ti je pro-amerikan, do ta kishe marrë fal për shprehjen prej bythësh Edi Ramën, mbaroi mandati i dytë, zhduku ti vlla. Se ka presidenti amerikan 8. Po. Nuk ka pas më të mirë bota moderne se sa Reagani për president. Shifa, zoti Gashi, po. Me vërtet ne kemi shembullin aty dhe jemi pro-amerikan, po duhet kujtojmë dhe një të vërtetë. Unë jam ke faktet gjithmonë. Amerika është kombi i madh, popullatë e madhe, fuqi e madhe ekonomike, e 2 milion banori. Dakor. Dhe në atë vogëlsinë tonë që kemi qenë gjithmonë, ne kemi krijuar këtë kulturën e beut. Drejtsinë e beut. Kemi prodhuar sa idhuj ndoshta, i prodhojmë vetë ne, krijojmë që neve mund ta bëjmë, s'mund ta bëjmë dhe de facto ne presim dhuratën. Pra si ke beu, që kur donte beu, do të jepte një promocion, ku do si ta quajmë këtë një cop tokë që punojshe me radhë, po donte ta hiqte, po donte talente dhe ti s'kisha rrugë tjetër, dhe thotë dakor, te ka vendosur ai. Dhe drejtsinë po ai, ta jepte, ta hiqte si donte ai.
Dhe në kulturën tonë, kjo është më fort e rrënjosur gjenetikisht se sa që është kultura pra-amerikane e cila është e viteve të fundit. Të jemi të vërtetën. Ajo e viteve të fundit është, po kultura amerikane është një nocion se unë kam bërë temën e diplomës Dhe kjo mbetet një proces. Macworld versus Jazeera, Al Jazeera. Kjo mbetet një proces. Unë ju kujtoj juve, për shembull, një fenomen. Po. Fenomeni i zgjedhjes. Unë kam studiu neuroekonomi, që do të thotë neuroshkenca vendimmarrës. Kombinon endokrinologjinë, që është specializimi im i parë, neurologjin, imazherin, ekonominë dhe psikologjin, i komunikon bashkë. Dhe kur u hapën lindja, u hap ndaj perëndimit, ka qenë një profesoresh që sot merret vetëm me studimin e psikologjisë së vendeve lindore, e cila bënte studime ekonomike dhe ofronte diçka për të pirë gjatë bisedës, intervistës. Dhe zbuloi që kishte disa liçim kanaçeve, pije freskuese, disa kanaçe të ndryshme. Dhe thonte çfarë do për të pirë, thonte diçka, po çfarë don? Se ajo kishte të ndryshme, marka të ndryshme, s'po i përmend për arsye reklam. Të thonë çfarë dush ti? Populli lindor nuk ditë të bënte diferencë mes zgjedh ndërmjet shijeve të ndryshme se si kishte provuar. KÇK. Jo, si ka, nuk i ka provuar, nuk e din kush është e mira dhe kush mund t'i pëlqejë, nuk e din. Nuk ka një eksperiencë në të, nuk e ka të rrënjosur gjenetikisht. Dhe i beson vendimarrësit që zgjidhet ti për mu. Dhe është okay. E njëjtë është dhe në mjekësi. I thuhet mjekut si menon ti më mirë. Popujt perëndimor jo duan ta marrin vetë vendimin. Ta marrun këtë kimioterapin, mos ta marrun këtë kimioterapin, ta bëjnë, mos ta bëjë etj, për ta vendosur vetë dhe të bënë informed consent ta firmos. Dy kultura të ndryshme. Rrugës, zonja nderuame, profesoresha nderuame, dhe kuptoi këtë dhe filloi të vendosi dhe ujë. Dhe në këtë moment u bën dy dhe kishte zgjedhje tash. Pra pije freskuese apo ujë. Si ujin sa. Se këto janë gjitha njësoj. Po. Dhe sot e kësaj dite ne jemi në 2025 dhe ne vazhdojmë themi kanaçe, gjithaj për ne janë njësoj, apo ujë. Ne themi akoma buk. A do vish të hash buk? Po sa të vetëm ato kemi pasur të shkretë. Ku të erdhi drita? Vjen drita, vjen energjia elektrike. Nuk erdhën dritat. Si? Po fshatin ton. Energjia elektrike vlente vetëm për dritë, se s'kishte çfarë duhet për gjë tjetër. Erdhën u elektrifikua. Prandaj ne duhet të kuptojmë që është një proces që evoluon një popullat. Nuk do ndodhi me shkop magjik për një herë. Do ndodhi një proces i caktuar. Dhe neve këtë proces, duam apo s'duam, duhet ta kalojmë. Nuk kemi dot në djegje etapash. Njëjtë siç ishte ai procesi që dolëm nga sistemi dhe duhet me rihyrë në sistem. Edhe kjo është një proces. Që do na haj kohë prapë. Do kontributin e vet, do lodhjen e vet, duhet ta bëjmë ne tash. Na ka rënë për ta bërë ne, duhet ta bëjmë neve. 2 fish, 3 fish energji më shumë. Doktor, pyetja fundit. Po. Dua që juve të drejtoni kamerës duke i folur të gjithë socialistëve të ndershëm, votues, të pakënaqur me Ramën dhe t'u hiqni frikën se me ardhen tuaj pushtet do të hiqni nga puna. Pyetja shumë e mirë. Ta lash për të fundit vëlla. Po. Me Ramën nuk doja të bëja fare se pyetja është shumë e rëndësishme. Në radhë parë nuk është e vërtetë që janë gjithë vetëm socialistë që janë punë. Jo, sido që socialistët e ndershëm. Se dikush i ka fut gjithë me grupazh, un jam bëj pjesë KP, unë nuk jam kundër luftës klasave. Pra, që i aty dhe janë të gjithë njësoj, nuk funksionon kështu për mua. Pra, se punon ti diku, se bën pjesë diku dhe automatikisht gjithë mirë apo gjithçka. Ai do ushqet. Jo. Un kam i parim. Neve jemi në një situatë ku me drejt kemi një fryrje të administratës publike, kjo është e vërtetë, ka ndodhur kjo. Për karshi rënies popullatës. Pra nëse ne kishim një administrat X në 2013, ne në ra 14% popullata, administratën vend që ta ulim se aq duhet e shtum, apo jo. Është e habitshme se si nuk e mi ul me 14% për shembull numrin e parlamentarëve. Ara popullata, fal sjelljeve parlamentarëve, ulim 14% e numrin e parlamentarëve, jo s'o bën këtë, madje shtum dhe rrogat. Dakor, kujdes. Rrogat tani, si ndodh kjo? Un jam dakord që është shpenzim publik i madh, i cili shkon për disa rroga që në fund fare as të bëjnë pasur, as të çojnë në asnjë vend, se e shohim realitetin se ku çojnë rrogat e shtetit. Unë mendoj që kjo bëhet duke pasur një proces ku ne jemi Partia e Djathtë, fillojmë forcojmë sektorin privat. Duke forcuar sektorin privat me taksën e sheshtë, me TVSH 15%, me tjera, i ofrojmë mundësi, i heqim burokracitë, nuk i çojmë inspektor të gjitha racave për t'i bllokuar, për të dhënë gjoba etj. Duke forcuar sektorin privat, automatikisht ky bëhet grishës në punësim.
Dhe dikush thot pse të rriun tash me i rrok shteti kur mund të shkoj këtu. Dhe kjo ndodh në mënyrë natyrore gjatë procesit. Pra unë besoj ke proceset, nuk besoj ke thikat dhe giotina. Procese, fuqizoje këtë, nëse ti e aftë ta fuqizosh këtë, shkojnë vetë njerëzit. Ju jap un shembull, mjekët. Që i njoh shumë mirë. Shumë prej tyre shkojnë drejt sistemit privat vetë. Nuk është gjë e mirë, se kemi vakanca pastaj në sistem publik shtetëror. Po se shteti që nuk i trajton siç duhet. Dakor? Dhe thotë sa të rri për këtë rrogun këtu, këtu që nga vetëm on do 2 dorën, do merrem me diçka ose me këtë rrogun s'ja dal. O iki jashtë Shqipërisë, o do punojmë privat. I njëjti realitet është dhe këtu. Kjo rroga, kësaj administrate nuk i del, qose s'do më marrë dhe me gjëra të tjera të pista. Dakor? Automatikisht ata janë presion. Janë presion nga 2 krah. Nga familjet e veta, që kanë nevojë për një pritshmëri dhe një siguri ekonomike në vite, do mendoj fort ke roli në punësit civil, që është duhet jetë i paprekshëm dhe i papërdorshëm. Por ama duhet këtë zgjedhje, unë jam i djathtë, unë besoj ke zgjedhjet. Unë nuk besoj që të them ti vetëm këtë mundësi ke dhe om gjo mu o bëj beu. Unë nuk besoj ke beu, unë besoj ke zgjedhje djathtë. Që do të thotë, fuqizoje sektorin privat dhe fillon bëhet grishës ky, njëjtë siç ka ndodhur ke mjekësia. Dhe automatikisht, ndërkohë që lëviz forca e popullatës, atëherë automatikisht vinë dhe ne këtu ku duhet ngonet, do thonim neve. Çfarë ndodh? Shkon në sektor privat sot, zgjen, kërkojmë kështu, kërkojmë ashtu, zgjen. Shteti e full. Shteti është plot kapacitet. Këtu s'ka. E kemi fallësuar në situatë. A është kjo zgjidhje afatshkurt? Po, është zgjidhje afatshkurtër. Shumë afatshkurtër, se kjo shtetin e rënon. Po. Dhe ne do shkojmë kolaps për shkak të kësaj sjellje. O fuqizojmë privatin, ose përndryshe jemi drejt kolapsit. Po jo duke bërë këtë thikën. Nuk bëhet thika. Unë jam mendimit fillimisht krijo alternativën. Mbasi të krijosh alternativën, atëherë fillojnë shkojnë vetë njerëzit tek e mira. Nuk ka nevojë të rrinë ke keq arrin prej hallit. Po do ofrosh alternativën e mirë. Dhe unë mendoj që sistemi privat është thithja më e mirë që këto mund të shkojnë nga sistemi shtetëror drejt sistemi privat. Jo të rrinë pa punë. Vi unë tash dhe largoj. Ne mund të flasim për leadershipin këtu sa doni, për drejtorët e lartë, për ata që zbatojnë politikat që vendos shteti, është krejtësisht normale. Ata nuk janë socialistë, ata janë specialistë. S'ka gjë. Është krejtësisht normale që ti do kesh njerëzit e tuaj besum. Nëse nuk i kanë 2 durët, nuk i kanë bërë si dom, ai mund të postohet një hap më poshtë. Dakor, në nivel përgjegjësi, se s'mund drejtoj politikat që ke vendosur kur deri sot drejtonte politika të tjera, po jo, themi drejtën kështu. Por nuk ka arsye. Nëse kanë 2 durët, ka një institucion tjetër ku është sot banor edhe qytetarëve të thjeshtë. Kryebashkiaku i Tiranës. Se unë kam pyetur nga qytetarët e thjeshtë që më kanë ardhur ndër vite. 5 vjet po njerëz, ore do na vinë këta do na heqën, se kanë frikë. Po. Se ai kanë shumë drejtë që kanë. Rama ka sjell doktori e quan mobokraci, unë kam gjetur një emërtim tjetër është kakistokracia. Është akoma më ndyrë se mobokracia. Domethënë e ka futur në rreth mafioz nga elita e madhe deri te roja i ka inkriminuar gjithë pushtetit dhe tani ata ndjen pjesë e agjendës, pjesë e mafjës, pjesë e familjes. Ka korruptuar. I ka korruptuar me dashje, pa dashje nuk e di tani se s'do t'i futemi asaj se s'jemi neve këtu kadiu për me nda mirën nga e drejta. Rezultati është ky. Rezultati është ky. Unë si përmbyllje dua t'ju drejtojmë gjithë qytetarëve shqiptar, motrave dhe vëllezërve që me dash zotin madh, Partia Demokratike e ka në nocionin e vet mental dhe udhëheqës pajtimin kombëtar. Ço do të thotë pajtimi kombëtar? Pajtimi kombëtar është që neve jemi popullsi shumë e vogël e marrëdhëniera për të ndarë në të majtën djathtë për të armiqësuar me njëri tjetrin. Por na duhen njerëz të aftë, me tru që të ketë një lloj parimi meritokracia. Mos prisni perfeksionin, se perfeksionin e ka vetëm krijuesi, për juve që besojnë krijues. Unë e di që krijuesi ekziston, pak më ndryshe se juve. Votoni vetëm për dinjitetin tuaj, mos lejoni që një Enver Hoxha i dytë të na ngjallet dhe të vendosë rrënjët e vet aq thellë sa mos të kemi më nga ta heqem, sepse do na përndjekë dhe do na vrasë. Juve pleq, juve pensionist, duhet i të rrisni kujtesës tuaj çfarë mbani mend se si është instaluar sistemi komunist këtu. Si erdhi 12 vitet e para dhe pas 12 vjetësh posaçërisht filluan me grupet armiqësore. Pasi stabilizuan gjithë pushtetin, filluan me grupet armiqësore, do t'i vrasin, filloi lufta klaseve, prishja e Zotit, krijimi i njeriut Zot etj etj. Prindi 1, prindi 2. Prindi 1, prindi 2, edhe gjithë perversizmat
tranzinor si minj, hidhu kne, kam drejtën për të ndjerë qën, për të ndjerë mace, e bullshit tilla. Keni një person që unë e vlerësoj shumë këtu në tavolin me mua, edhe sikur të mos jetë i afër politikë, është i afër si njeri, të mos harroni, politika është profesion që mësohet rrugës, nuk lind njëri politikana, kupton? Është profesor doktori, gazetari, profesori, gjitha, po politikani duhet të ketë çikstof politikani. Është i djalit terreni që unë e kam takuar në rrugë. Unë duke ecur me autobus, Iliri duke ecur në autobus, kemi dalë nga stacioni, jemi taku me njëri tjetrin, pra nuk është njëri që kthehet kokën pas, ketë frikë se mos ka bënë një vjedhje në pislike dhe të ruhet nga mafiozët. Kështu që mos thoni që nuk ka alternativa. Por juve nuk keni në luksin për të bërë preferencë, e doni apo nuk e doni Partinë Demokratike, sepse edhe një herë, për fajin tuaj, dhe të Partisë Demokratike, me ato djegjen e mandateve, Partia Demokratike është vetmi alternativë që mund ta bëj ballë Ramës. Çdo lloj partie tjetër e re, e vogël, e amshuar nga Zoti tjetër, i çon ujë me dashje ose pa dashje Ramës, sepse formula elektorale është, nëse votat e grumbulluara në një X formacion politik nuk prodhojnë dot mandat, 63% i shkojnë partisë parë, 33% i shkojnë partisë dytë. Formula është bërë për të fituar mbreti. Qa kemi në vendor? Meja pris skemën. Skema prishet vetëm mbushni kutit dhe dilni të votoni për Partinë Demokratike dhe për një nga kandidaturat me integritet, që ka figura me integritet, dhe një nga këta djemt me integritet është këtu, Iliri, ky që shikoni këtu tani. Djalë Tirane, doktor, i keni besu jetën, pse mos t'i besoni edhe votën funditës, apo jo, doktor? Unë do doja vetëm 2 fjali. Po. Mbyllet ti emisionin, po. Pajtimin kombëtar që përmend edhe që unë besoj fort që duhet bërë. Unë kam përmendur që në fjalën e kuvendit në 2 dhjetor 2023. Dhe besoj fort tek ajo. Njëri element, sepse kemi ca vlera më të mëdha neve, që i kemi të gjithë. Familje, besim Zot, komb. Nëse neve vim këtu, është për të bërë 2 gjëra. Për t'i kthy dinjitetin shqiptarit brenda Shqipërisë, që dikush t'jetoj me dinjitet të brenda, dhe për t'i kthy dinjitetin aq sa mundemi Shqipërisë në rajon. Se jemi bërë bishti i rajonit, i Europës po, gjithmonë të fundit në çdo lloj statistike. Për ta kthy këtë mrapsh, duhet punë. Nuk do të vi me dhuratë dhe kjo. Dhe për këtë punë duhen njerëz që punojnë. Unë mendoj që njerëzit dinë kush punon dhe si mund punojnë. Vlerësoni punën. Dhurata nuk kanë jetë. Kaq kisha. Si ka thonë ai xhaxhi amerikan, në qoftë se miu e shikon një djath falas, kapet në qark, sepse nuk ka djath falas. Në kapitalizm nuk ka asnjë gjë falas. You have to pay it. Bëni që pagesa juaj të jetë sa më e pagët. Duke votuar Ilirin, Partinë Demokratike, kundër Ramës. Fushata ime nuk është për Partinë Demokratike, fushata ime është akoma më e madhe se Partia Demokratike, është të heqen të kancerin më të madh politik që ka pas ndonjëherë vendi pas Enver Hoxhës. Ed Ramën, njeriu i cili ka vrarë asetin më të madh kombëtar, siç është Partia Socialiste. Socialistë ndershëm, juve nuk jeni armiq tan, jeni bashkëvuajtësit tan, jeni vëllezërit tan, hidheni votën, sepse vetëm nga juve mund vinë ndryshimi duke ndëshkuar njeriu më të keq që ju ka udhëhequr ndonjëherë, njeriu që ju poshtron 24 në 7. Kaq ishte Tru podcasti për sonte me doktorin që do ta ndiqni prap, sepse nuk do të ishte hera parë, po nuk është hera fundi që do vi. Edhe po to njëshin.